drejt për drejt antari kryesisë së LDK-s në Prizren, antari Këshillit të Përgjithshëm të Partisë e i Kuvendit, po ashtu ish deputeti zoti Xhavi Tukaj. Tunxhatjeta. Zoti Tukaj. Po, si vlerëson dega LDK-s në Prizren këto kërkesa për dorëheqjen e zotit Abdigjiku? A ka diskutime në degën tuaj për një qëndrim të ngjashëm apo Prizreni mendon ndryshe? Me ju thonë të drejtën për tani mund të flas vetëm në emrin tim personal, pasi që ende nuk jemi mbledhur si kryesi e degës. Mirë po duke përcjell situatën unë edhe para një javë kam dalë me deklarata publike, ato që janë edhe të njoftuna. Mendimi im personal, unë flas tani mendimin tim personal që e kam shprehë edhe para një javë, kam thonë edhe e thonë, para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, gabimi kryesor është afrimi i Vjosa Osmanit në LDK. Të gjitha problemet që kanë lindë edhe po lindin tani, problemi kryesor është Vjosa Osmani. Kur e them këtë, e them me plot përgjegjësi. Pse? Pse zoti Ukaj? Pse? Dëgjoj, elektorati i LDK-s është një elektorat mjaft besnik, edhe logjikon mirë shumë. Ne e dim fort mirë që në 2021-ën deri në 2026-ën e dim Vjosa Osmani çfarë dëmë i ka bërë LDK-s. Edhe tani 2 java po 10 ditë para procesit zgjedhor, për shkaqe personale ajo është ofruar LDK-s. Kurse 5 vite ajo ka shujt edhe ka punu kundra LDK-s. Momentin kur është prish, apo më mirë me thonë është larguar nga Albin Kurti, ajo ka filluar t'i ofrohet zotit Abdigjiku. Qartë, por juve ju konvenon të rritet partia apo të aruni atë elektorat? Cila është, se nëse doni të rritet partia, duhet shtuar oferta, thot një qytetar që mund të analizoj këtë çështje. Po, shiqoni, këtë kanë menduar që me ofrimin e zonjës Osmani, LDK-ja do të rritet më së paku 22-3 deputet. Mirë po kanë ndodhur kundërta. Përveç që si mi rrit, edhe kemi pas ramin këtë rast. Në shkurt të vitit 2025, ne kemi pas 20 deputet. Kurse tani i kemi 18 deputet. Okej. Si është qëndrimi i kolegëve tuaj në degën e LDK-s në Prizren? Do të kërkohet dorëheqje e zotit Abdigjiku dhe zgjedhjet e reja në parti? Unë nuk mund të flas në emrin të kryesisë, po flas në emrin tim personal, edhe duke ditur disa anëtarë tjerë të kryesisë, besoj se së shpejti do të mlidhemi si kryesi e degës së Prizrenit dhe do të marrim qëndrim. Mirë po e di që shumica e delegatëve janë pro dorëheqjes së zotit Lumir Abdigjiku. Megjithatë, në fund të janarit shumica delegatëve i dhanë mbështetjen zotit Abdigjiku. Nuk po flas për degës tuaj, po flas për LDK në përgjithësi, sepse nuk e pranuan dorëheqjen e tij. Dhe zoti Abdigjiku në reagimin që pati po thirret në këtë. Jam antar i Këshillit edhe i Kuvendit. Aty zoti Abdigjiku ka marrë vetbestimin me një rezultat shumë të ngushtë, edhe duke i ofruar disa kandidatëve, për shembull zotit Xhafair Tahiri, të cilën pas zgjedhjeve ka thonë që do ta parashtojnë nga partia, mirë po duke i ofruar votet, ai edhe ka kthy edhe ka pështu vetë. E ke fjalën për kryetarin e LDK-s në Vushtri, pas atyre që ndodhen për çështjen e koalicionit. Okej, a ka rrezik që të përqahet LDK-ja duke e ditur historinë e partisë suaj? A ka rrezik që kjo të jetë molla e sherrit e përqarjes së LDK-s? Dëgjoj, nuk besoj që do të ketë përqarje, mirë po këto janë procese që ndodhen në çdo parti, mirë po LDK-ja ka përvojë në këto procese dhe nuk besoj që LDK-ja do të ketë përqarje. I kemi organet, i kemi Kuvendin, pa marrë parasysh shefin e delegatëve, mirë po kur të vjen pyetja në Kuvend,
Mirë, po unë kom përsëritë edhe para një javë, kom thonë që të kisha me qenë në vend të zotit Abigjiku, pas 3 humbjeve rradha zli që shëndin vetën ai me qenë ende kryetar i LDK-s. Kush e ka sabotuar Lumir Abdigjikun, me qenë se ai foli për sabotim në reagimin e tij? Po mirë, momentin kur janë dalë rezultatet, ai ka menduar që e kanë sabotuar dikush. Mirë, po unë çdo herë kam thonë edhe apet thonë që gabimi kryesor para zgjedhjeve, 10 ditë para zgjedhjeve, ofrimi i Vjosa Osmanit na ka shkaktuar përçarje. Përçarje që mund të evitohen me zgjedhjet apo që thellohen më tepër? Jo, në procesin e rregull nuk besoj që do të ketë përçarje. Okej, mirë. Zoti Haziri ka folur për një marrëveshje gjithëpërfshirëse bashkëpunimi institucional. E mbështesni këtë qasje? E mbështesni mundësinë që LDK-ja të ulet me vetëvendosjen për qeverinë e presidentit? Zoti Haziri, kur është puna çdo herë kësaj, Zoti Haziri e merr një borë që ndoshta edhe nuk i takon, se kësaj radhe Zoti Haziri ka dalë me deklarata të shumë të hershme, edhe ai ka ditë që fort mirë që brenda partisë kemi mos pajtime apo si është me thonë përçarje, kështu që elektorati i LDK-s tani për tani nuk mundet të bashkohet lëvizjes vetëvendosje për koalicion. Ju e kundërshtoni mundësinë që LDK-ja të zhvilloj takime me zotin Kurti, sepse kryeministri në detyrë tha se pas certifikimit i fton partitë për bisedime. Nuk besoj që zoti Kurti pranon me pas koalicion, jo vetëm me LDK-n, por me asnjë parti. Ai ka numrat, edhe dëshirat janë që të qeverisë me ato partitë minoritare, kështu që nuk besoj që është interesuar të bën koalicion as me LDK-n, as me PDK-n. Okej, po është çështja e presidentit, jo për qeverinë, për presidentin si ka numrat askush. Për president besoj që kanë me gjetë një zgjidhje, kështu që kush, LDK-ja është në atë zgjidhje për presidentin? po kanë me gjetë një emër që ndoshta edhe LDK-ja ka me pranuar, një emër që ndoshta edhe meriton me qenë. A shkon vendi drejt zgjedhjeve të reja nëse s'ka marrëveshje politike? Po unë tani sapo lexova, zoti Kurti ka thënë që së pari ta konstituojmë Kuvendin, ta zgjedhim qeverinë, kurse më në fund presidentin. Kjo do të thotë që ai apet përgatitet që vendin ta çojë në zgjedhje diku në dhjetor ku ati ikun venon, kështu që nuk besoj që nuk shkojmë edhe një herë në zgjedhje. Mirë, nëse shkojmë edhe një herë në zgjedhje, që i bie pravarësisht në dimër të këtij viti, zoti Ukaj, si do të dalë LDK-ja? Po, besoj unë që dhe atëherë partia LDK-ja ka kalu disa procese dhe më të vështira, besoj që edhe këtë proces kemi me kalu, ne i kemi organet, ne mundemi me dhënë deklarata individuale, mirë, po të gjitha proceset në LDK kryen brenda institucioneve që i kemi, pra nëpërmjet Këshillit, Kuvendit, kështu që pa marrë parasysh me deklarata që dalin si individuale, si kryetarë të degëve, është e natyrshme që të lypet dorëheqja e kryetarit, nuk do ta merr kryetari këto afër zemrës. Disa kryetarë kanë dhënë vetë dorëheqje, besoj që edhe ky do të pajtohet më në fund. Po unë e shoh një pengesë të madhe te zoti Abdigjiku, pse nuk jep dorëheqje? Cila është ajo? Cila është arsyeja pse si jep dorëheqje? Arsyeja kryesore se ai ka një marrëveshje me Vjosa Osmanin. Edhe pa e kryer atë obligimin që e ka ndaj Vjosa Osmanit apo marrëveshjes të fshehtë që kanë bë, nuk besoj që ai do të pranon të jep dorëheqje. Cila është marrëveshja e fshehtë sipas jush? Po, Vjosa Osmani ende mendon që do të bëhet presidente. Është LDK-ja 18 deputetët e LDK-s një zëri? Ja, nuk ka shans një zëri të jenë 18 deputet për zonin Osmani. Si e shihni ju zhvillimin e mëtejmë në LDK? Po, unë zhvillimin normal, i kemi proceset përpara, zoti Abdigjiku duhet me dhënë dorëheqje, mblidhet Këshilli i Përgjithshëm, mblidhet Kuvendi, shkojmë në votim, apo ndoshta varet prej proceseve,
shkojmë edhe në zgjedhje të rregullta. Ashtu ne i kemi marrë 7-8 muaj edhe zgjedhje të rregullta. Besoj që edhe këtë proces do ta kryjmë. Nëse nuk jep dorëheqje, nëse nuk përfill këto kërkesa për dorëheqje, zoti Abigjiku, çfarë atëherë? Po s'besoj që si përfill. Bazuar në reagimin e tij të djeshëm e dha përgjigjen. I kemi organet, ndoshta fillon edhe me mbledhjen e nënshkrimeve, kështu që deshti s'deshti nënshkrimet e bëjnë drejtën. Sipas jush ka nënshkrime mjaftueshëm, mund të bëhen mjaftueshëm antar të Këshillit ose të Kuvendit LDK-s për të kërkuar dorëheqjen e tij? Ata që ja dojnë të mirën LDK-s, të gjithë ata delegat duhet ta japin nënshkrimin. Zoti Jukaj, Sepse po. rezultatet na tregojnë neve. Unë bazona çdo herë të rezultatet. E qartë, unë ju falenderoj shumë për kohën që ndave për ne. Uroj të kemi sërish mundësi për të biseduar dhe për të analizuar çështjet dhe zhvillimet në vend. Faleminderit, gjithë të mirat.